me mua në lini fëmijët e mbeti vetëm në shkollë të mesme. Jeton në shtëpi, kishim vetëm 2 dhoma, ishim shumë ngushtë, ishim 7 vetë atje, 3 vëllezër e mi të pamartuar, motra ime e pamartuar, më i vogël i martuar, edhe vetëm 2 dhoma kishim. Kush e di sa e vështirë ka qenë? Jo, se e vështirë. Na morën në shtëpi, punonin vëllezërit e mi, ekonomikisht ishim relativisht mirë atëherë. Unë vazhdova shkollën në universitetin, ajo qëndroi në shtëpi. Po një fëmijë keni? Kam 2. Ajo fëmija e parë është sot këtu. Është 67 vjeç, besoj, doktoresh. Është këtu. Doktoresha që lindi në maternitetin e Tiranës nga dashuria e 2 nxënësve të shkollës kuqe. Shkoi nga shtëpia e nënës, gruaja ime në maternitet. Dhe nga materniteti në Shallvare. Sa bukur. Vajza jeton. Vazhdova shkollën në universitet, kisha hyrë në universitet. Vazhdova shkollën, gruaja ime ndërtoi në shtëpi me prindit. Edhe unë aty me to. Edhe me vëllezërit se ishim, të thamë, të tërë pamartuar. Ju kërkoj ndjes që ngacmova shumë, po më duk shumë interesante. Nuk e dia, ndjes që ndërhyra në bisedë personale. Po më pëlqeu shumë. Vazhdova të merresha me muzikë shumë vetë mësoja, edhe qelloj një studi e madhe. Unë me që isha nxënës për piano, ai në shkollën e kuqe unë isha nxënës i mirë shumë, isha shumë i mirë, isha bile komandanti i qetës e atë. Kishim një udhëheqës atje, është një burr i shkëlqyer, as i papa gjeolog është në Francë sot. Ai më thotë mua do t'i biesh fizharmonikës sot që te baleti, të bëri baletit. Unë i thash, unë s'di të bie fizharmonikë, bie piano, po ja njësoj është ai. Ku njësoj është, i thash, s'ka mas fizharmonikë. Po të japun, tha. Edhe më dha ai fizharmonikë e tia një Paolo Soprani të varë dhe mbajmë si tashi. Edhe mësova vetë fizharmonikë. E komshi kisha Rifat Krajkën, pas asaj, po unë mësova mirë fizharmonikë, atëherë mbas 2 vjeç që bëra mirë shumë. Sepse kryesisht mësoja muzikë klasike më shumë. Më thot Rifat Krajka, babai Agimit, më mësojnë që këtë shumë në ty më thosë ai Rifat kishte një fizharmonikë të shkëlqyer, që se kishte njëri në Shqipëri, nuk e di si po e kishte gjetur, e kishte bler italian. Kishte një fizharmonikë shumë të mirë, mësoja ata se do vetë. Edhe kam mësuar Agimin në fillim. Që në fillim. Mësoja dhe jepja mësime edhe në Pallat në Kulturë Sari Kermendi. Po Lola Gjoka, ku ishte mësuesja juaj? Lola Gjoka ne kisha komshije dhe ajo më merrte në shtëpi të bëja piano. E kisha komshije te rruga Qemarstad. Edhe më merrte se kisha piano në shtëpi, kështu bëja të shtëpi. Ça Shqipëri e bukur. Ja ju flisni dhe unë kthehem në një kohë që nuk e njoh, po kur mendoj si një film, një kohë e jashtëzakonshme. Me të vërtetë e bukur ishte. Ju merr malli juve për atë kohë? Urdhë? Ju merr malli për atë kohë? Do merr malli për shumë gjëra, patjetër, se ishim më të vegjël që ishim, nuk kishim telashe, e kaluaj lufta, e kaloj mirë, pavarësisht që degeneroj më vonë, po nuk e kam dirë këtë punë, me thënë të drejtën. Vetëm e ndjeva më vonë kur për fatin tonë të keq hyri në burg vllai im tjetër. Pse hyri në burg vllai? Se që martuar me ruse. Edhe ruset ikën, edhe ai u bë shpiun. Çfarë shpiun? Ai shkonte donte të shkonte ke djalin në Moskë, se kishte një djalë, djali lindi në Moskë. Edhe lindi në Moskë, po erdhi këtu 4 më herë, se ato gratë shkonin lindin atje dhe vinin këtu. Se ajo gruaja e tij që inxhinier e mirë dhe unë e kuptoj që shefi e vllait në Durrës. Në Durrës. Inxhiniera përse ishte ajo? Inxhiniera ku? Të dy, edhe e shoq, edhe ajo, edhe vllai im ishte inxhinier për Hekurudhat. Edhe ishin drejtorin e Hekurudhat. Ajo që kryetare degës, ky që inxhinier mekanik, inxhinier për iku ajo, doli spioni. Vllai. Edhe përfundoi 17 vjet në burg. 17 vjet në burg. Më kujtohet kur në kohën e demokracisë në 90-ën, unë njoha me një italian dhe vajta në Itali, ishte kampanja elektorale, edhe më vunë ata mua të flisë, e thash shumë të flasë për Shqipërinë. Ata ishin pro-komunistë, ati ku shkollën. E i thash, po ju them një gjë, i thash, ju që më lavdroni mua ka shumë, i thash, unë kam pasur vllain tim 17 vjet në burg dhe nuk kam shkuar 17 minuta ta shikoj, i thash. Sepse po shkoja, unë ta shikoja do futesh edhe unë në burg. Ja, ky është komunizmi, i thash, tash i votoni po doni për komunistët. Çuditëra
ka sjellë jeta çuditërat më dha. Tamam. Ja që ai djali i vllajt tim është një shkencëtar i shkëlqyer, ka qenë profesor në Japoni, sot jeton në Toronto. Djali ti? Djali ti që s'dia si flas shqip. Pse? Unë të flas rusisht, se ai 4 vjeç që iku nga Shqipëria. Edhe kishte mësuar një këngë, ç'a bën gjyshja, bën byreku, s'dinte as si flas shqip. Se 4 vjeç që iku nga Shqipëria. Ah, djali ti është rus, praktikisht. Djali ti Nuk është rus, di. po. Dhe iku në Japoni. Iku në Japoni. Jo, ai nga Rusia, punonte në Akademinë e Shkencave në Rusi, po atëherë degeneroi Akademinë e Shkencave në Rusi nga demokraci. Këta s'minin rrogë. Edhe ai ka ikur në Japoni. Në Japoni ishte profesor në universitet disa vjet, shumë vjet. Dhe që nga Japonia erdhi në Toronto. Po ka ardhur këtu ke neve 2-3 herë, patjetër. Po vlla juaj jeton? Jo, as të gjithë vëllezërit e mi nuk jetojnë. Unë jam më i vogël, unë jetoj. Ju jetoni dhe kujtoni vëllezërit tuaj dhe mbani marrëdhënie me të gjithë familjarët, edhe me e takoi ndonjëherë djali babain? E takoi djali babain tamam ditët kur u hap demokracia që u lirua në Shqipëri. Unë mora një telefon, e gjeta telefonin, dhe mora në telefon në Rusi, e gjeta që më dha vllai gjeti atje. Atje jetonte, më në fund më doli një grua. Më tha, kush e tim? I thash, jam vllai i Dërzhaj Valerit. Më thotë, ishte një grua qishe ajo, e mora vesh vonë. Atje ata jetonin në një общежитje 7 familje në Moskë. 7 familje me nga një dhomë secili dhe në fund korridorit kishte një kuzhinë për të gjithë. Më në fund më dha Valerin, i thash, unë jam Leo, ku e di unë kush e tim? Po jam Xhaxhaj, më i thash. Po në fund më foli, kishe vllajin tim atje, vllai u çmend që i doli babai në telefon, kishe dalë në Burg atëherë në 90 kur erdhi demokracia. Po. Edhe ai i tha vllai atij djalit, nesër tha unë do iki do vi aty. I tha i prit sepse kishte filluar rregullimi i dokumenteve, do të shohin dokumentet. Jo, tha ik. Shkojnë Rinas, hypin në një aeroplan atje dhe iku shkojnë në ambasadën ruse në Beograd, që andej mori vizë dhe iku në Moskë. Shkojnë, nuk priti. Ati u njoh me djalin, ngruaja i që martuar. Pse na kurton këto histori bashkë? Kjo është Shqipëria. Me sa histori. Do me thonë, unë hyra në Burg sepse isha komunist me kë. Tash i vllai i tjetër hyri në Burg se që kundra pushtetit popullor, spion i rusëve. Tani rusët po bëjnë luftë dhe po na çmendin. Tash i sot po bëjnë çfarë. Edhe sot ky joni ti do të rri 12 vjet prapë që të bëhet si Putini, sepse ai dha dorëheqjen e parovokueshme në vitin 10 vjet më parë. Kush e di Rama? Jo, zoti Berisha. Në 2013 bëri një akt shumë shublim, shumë të mirë. Jap dorëheqje të parovokueshme, se humbi zgjedhjet, bukur shumë. Dhe dorëheqja shkon në shtëpi. Ai akoma kërkon sot të bëhet prapë kryetari i Partisë Demokratike. Si ishte mundur gjanë? Bolli bëre dy turnë, si thonë, dy herë kryeministër president, le që lanam kur që president. Nuk e pëlqeke Berisha. Po si të pëlqej gjanë? S'kam që të them të pëlqej. Ai duke pasur unë vllajin në Burg, ai më çoi policë të shtëpi, më zbrazi shtëpinë, më hodhi plashkat për jashtë. Pse? Pse? Se shtëpia që e private, edhe ai Ramazan Driza dërgoi një urdhër policiste që s'kishte drejtë, edhe më hodhi plashkat për jashtë mua. E u meta pa shtëpi. E bëri Sali Berisha. I shkova Sali Berishës ti qoj një letër, ti thoshe ç'është që po ndodh. Që po ndodh. Vajza ime ka punuar 5 vjet, e mori shtëpi. Unë kam punuar 40 vjet, më hedh plashkat nga penxhere. Dhe ai që i hodhi plashkat më thosh, kjo nëna jote thotë, ç'nëna ime, i thash, nëna ime ka shkuar 17 vjet në Burg, i thash. Ja ky është Sali Berisha. Dhe kur i shkova sekretarit Sali Berishës, u çudita, si u çudita. Se më pyeti vete ke shkuar këtë, tha kush ka shkuar, në një avokat. Po veti thash që kam shkuar. Do me thënë sekretari i presidentit ishte një njeri që
Si ishte mundë, sekretari presidenti duhet të jetë një autoritet. Edhe Saliu atë letër po ja çoi por Ramazan Drizës. Po që këto janë paraçollëqe që s'koti unë. Nuk e, më fal, të kërkoj ndjes se nuk e kuptova. Nga që unë nuk e di historinë tuaj. Çfarë shtëpie kishit ju dhe kush është problemi juaj me Berishën? Ishim neve që në vitin 1940, sa ishim në shtëpi private. Në kohën e komunizmit, diktaturës, pa. Hym me qira atje. Mbas ne paguonim qirat e zotit shtëpisë që banonte sipër, ne panonim poshtë. Mbas sa vjetësh nuk e dim ai atë e hoqën, ja shtetzuan shtëpinë, neve vazhduam të rrim aty të paguonim qirat. Kiç faj kishim neve. Kush ju nxori juve? Ju nxorën në kohën e demokracisë nga shtëpia? Eksakt, zëvendës kryetari i Bashkisë Tiranës, Ramazan Drizë. E di eksakt se unë i shkova. Dhe kush e mori shtëpinë tuaj? Kush e mori shtëpinë tuaj? E mori një nga djemët e të zotit shtëpisë, ata grindeshin me njëri tjetrin, po e rregulluan me Ramazanin, nxorën një urdhër edhe mua në plashka. E kuptoj, po. Berisha, çfarë faj ka Berisha në këtë mes? Qa faj ka Berisha në këtë mes? Pa se krijoj këtë situatë, më i motë. Krijoj këtë situatë që ku di unë, i shkova një deputetit atëherë i thash, more çfarë këto gjëra që keni bërë shumë? Vajza ime ka punuar 5 vjet i thash, dhe ka marrë shtëpi. Unë kam punuar 40 vjet, po tha, ke të drejta, po ju jeni pak, tha, një 5.000 familje janë gjithë Shqipërinë, tha, të tjerë, tha. Po mirë, i thash, sa para pagove ti u shtëpinë? 80.000 lekë, tha. Po dhe vajza ime 80.000. Paguani ju nga 90.000, thash, jeni gjithë ta me 100 mira familje, dhe sot fabrika e 12.000 apartamente është pa punë, thash. Të bëj ajo apartamente për ne dhe vemi ne. O, tha, pasi të drejti, tha. Do me thënë, shikonin për vete deputetet e shme, tha mirë, ai Bardhyli atëre, tha. Ajo periudhë, tha, ka qenë periudha e shkatrimit të Shqipërisë, por kemi bërë gabime, shumë gabime dhe ne, tha. U privatizuan shqisja lagjes tonë, dhoksia e manë mënësi të shi, kishtë një dyqan ushqimor, e blenim atë shishe në konjakut 120 lekë, eksakt. Të nesme u bë 600 lekë, ajo kishtë një 500 shishe brënda, i mori ajo është. Si fitoj ajo dhe... E kuptoj. Pra ju jeni duke folur jo thjesht për shpinë tuaj, ose për faktin që ndodhe me ju, po për mënyrën se si shteti... Si u bën këto ligje, i bën demokracia bëri ligje të nuk e di, antidemokratike në fakt. E tha Bardhyli atje në mes, kemi bërë gabimet Pa. Intervista me zotin Bardhyli Reso në fakt është nga intervistat më të mira që kam bërë, sepse ka arkeologji politike, ka një histori të patreguar, dhe për më tepër ka bërë shumë për jush që të besoni që të flasim bashkë dhe të tregojmë atë kohë. Bardhyli tha që në kohën e komunizmit atë që e periudhë e krimit, periudha nga 91 deri në 97 e shkatrimit. Po sot është, unë them, që është periudha e shkatrimit të demokracisë, sepse s'ka demokraci pa opozitë. Opozitën për shkatrojnë. Pse e shkatrojnë? Opozita është që e banë demokraci.